ku këta e din me siguri edhe ju nga eksperienca juaj, ka vajza dhe djemë të cilët nuk krijojnë lidhje romantike prej faktit që i friksohen ndarjes. Do të thonë as nuk hynë në një lidhje duke e paraprirë që do të ndodhë një ndarje. A është edhe kjo burimi i kësaj që po flasim? Sigurisht, kjo mund të burej për shembull prej eksperiencave të mëhershme. Për shembull, nëse një person për shembull ka përjetuar disa lidhje dhe ndarje një pasnjëshme, atëherë normalisht që kjo është një traumë në vete. Sepse gjithmonë ka me qenë frika se okej, tash unë nëse hyn lidhje prap dikush ka më mbraktis, atëherë shumë më mirë është të rri vetë dhe të mos lidhe me askand. Ose kjo ndodh për shembull edhe te persona për shembull të cilët nuk përfshihen në shoqëri, pra nuk socializohen shumë. Sepse thotë nëse unë hy brenda në rrethin shoqëror, atëherë unë kam u ekspozu në një farë mënyrës që jam shumë i brisht, shumë fragjil, edhe thotë ata pastaj kanë më mbraktis kur më njohin mua vërtet se si